أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه الله نزل فالندريم صلوات السلام pejgamberit عليه الصلاة والسلام një dërgëm Allah në i falë mëkatët në uzaft në rrugën e drejt edhe në i pranoft ibadetet. Vazhdojmë me një pikë të vogël që ka të bëjë me natën e Kadrit, duke pas parasysh se jemi në 10-shin e fundit të kësaj nate. Të dashur vëllezër, ajo që është pika e parë me të cilën duhet më u kyç te çështja e natës së Kadrit, se nata e Kadrit nuk dihet sigurt kur është. Edhe Allahu Gjeleshanu me urtësinë e vetë ka dasht me elan që ne mos me dit, jo se s'ka dash Zoti me në kallëzu. Një gjë duhet ta dim. Kur na kallëzon Allahu diçka, na kallëzon me urtësinë e vetë. Edhe kur nuk na kallëzon diçka, prapë nuk na kallëzon me urtësinë e vetë. Domethënë, atëherë kur vendos Zoti me na kallëzu diçka, ka një dobi. Atëherë kur vendos Zoti mos me na kallëzu diçka, prapë ka një dobi. Ta kuptoni? Pra Allahu Gjeleshanu kur e ka ngrit dobin e natës, dijen e natës Kadrit, kur e ka ngrit, mos me dit kur o nata Kadrit, nuk e ka bon për me na dënu neve së ymet, sa e me rahmetin e vetë na ka qu natën e Kadrit. Por edhe atëherë kur i ka tregu pejgamberit alayhi salatu wassalam, pastaj e ka ngrit njohurinë e natës Kadrit, e ka bon me një urtësi. Të nderuar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wassalam përmendet në hadithin e Sahihun e Buhariut se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam njëherë doli jashtë dhe i tha sahabëve, Allahu Gjeleshanu ma qoj informatën, më tregoj me sjellë shpallje se kur është nata e Kadrit. Por pejgamberi ka qenë në shtëpia pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëse mirë nisemi nga pozicioni kësaj xhamie, i ka ra shtëpia pejgamberit çtu më kon. Nga pozicioni kësaj xhamie, çtu ka qenë shtëpia pejgamberit alayhi salatu wassalam, dera ka qenë aty dhe dhomat e tij. Ai ka qenë atje, por atëherë kanë qenë shtëpit me gardh. Edhe është ndëgju muhabeti i xhamisë edhe atje. Sahabët radhiyallahu anhum janë me thonë janë fjalos, i bjen pak keq. Me thonë janë kacafyt, i bjen edhe ma keq. Kanë debatu me zvete, i kanë ngrit zërat, si na shqiptarë që kemi zanata, po pëton, edhe kur thëjmë, çfarë kjerëve ke qaj, o konë golf 4, që jo mërë qfarë, se pas ka ditë 5, që konë, e ngre zani shqiptari, për kur gjaheq. Kjo është gabim. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, ja garantoj një shtëpi në xhenet, apo anash xheneti, dhe në një qoshe, ati i cili e le debatin, edhe nëse ka hak, për në muhabet, kur janë muhabetet dëjas, muhabetet thjeshta, muhabetet pa dobi. Sahabët i patën ngrit zërat njëri me tjetrin, edhe kjo pastaj Allahu Gjeleshanu ngriti njohurinë e natës Kadrit. Ulemat kanë përmend një prej dobive që njeriu, apo prej shkaqeve që njeriu nuk mund me arrit të dija, kuptojni këta, që s'mund është me arrit të dija në prej shkaqeve, është nëse fillon me u bë person debatues, person i cili për çdo cikrim kacafytet me të tjerët. Këshir veç unë di, veç unë ja qëllaj, veç unë kam të drejt, veç unë di me debatu, unë i kundërshtet të gjithë, unë i oboj bajat kredve. Ky person i cili niset nga ky rregull nuk arrin dije. Prandaj djemtërit të cilët kanë filluar me marrë dituri, duhet me pas kujdes, edukata. El-edebu qabla at-talab. Edukata është para dijes. Një nxënës rrugaq nuk mundet të në shkollë me mësu. Një nxënës i cili nuk e respekton mësuesin. Një nxënës i cili nuk e do mësuesin si babën e vet. Një nxënës i cili nuk ka edukat ndaj mësuesit vet, nuk mund me përfitu për atij mësuesi. Prandaj el-edeb qabla at-talab. Edukata para dijes. Edhe sahabët, Allahu Gjeleshanu e ngriti informatën kura nata e Kadrit, masi ja tregoi pejgamberit alayhi salatu wassalam, e shtini me harru. Tha, sa po me erdhi informacioni, për Allahu e ngriti kur u ngritën zërat e juaj në xhami në debat, e aty ku ka debat, ku ngritën zanat, aty ku ka kacafyti, ku ka përçamje, nuk arrihet të dija. Nuk ka dije. Prandaj edhe shkollat, edhe çdo kush prej nxënësave dhe në xhami, nxënësat që mësojnë, edhe të rriturit, pse jo, nëse bëhet debate, ngritën zanat, krijohet përçamje, krijohet urrëtie,
nuk arrihet dituria në atë vend ku nuk ka edeb, ku nuk ka edukat, sidomos djemt e ri. Doni me konë të edukuar, kur shkoni në xhami, me pas respekt. Pejgamberi a.s. një prej, kjo është urtësi që çdo kush që do me marr dije në shkollë ose në xhami ose kudo qoftë, duhet më koni edukum. Edhe sahabëve ju ngrit dituria natës Kadrit se i ngritën zanat në xhami. Por pejgamberi a.s. tha Zoti xhaleshanu më tregoi se nata Kadrit është në 10 netëshin e fundit, në netët tek. 21, 23, 25, 27, 29. Në këto 5 net, mundësia për të qenë nata Kadrit është ma madhe. Mrena këtyne 5 netve, shkon të ngushtu rrethi, 23, 25 falni, 27 dhe 29. Mrena këtyne trijave, nëse ngushtojmë hala rrethin, atëherë e 27-a është mundësia për të qenë nata e Kadrit ma e madhe se çdo natë tjetër. Por a do me thonë që nata e Kadrit është veç 25 në gjithmonë, ose veç 27 në gjithmonë? Jo. Nata e Kadrit lëviz mrena Ramazanit, mrena netëve tek, 10 netëshin e fundit tek. Lëviz, si vjetë mund më konë 23-ën, në matë 25-ën, qëtër matë 29-ën, pasaj motin tjetër 27-ën, me lëviz. Por, mas shumëti, i bie të jetë në natën e 27. Pse? Kemi një transmetim i cili edhe pse është i dobët. I dobët. Kur themi i dobët, na ilmin, dijen e marrim bazuar në Kur'an ose në hadithet sakta të pejgamberit alayhisalatu wasalam. Kur është hadithi sakt, na e prem si meselja që s'mvulen. Nëse është hadithi i dobët, domethënë jo që na ja vlerësojmë ose ja mohojmë pejgamberit të drejtën, kush jam unë, me thonë pejgamberi ka fol dopt. Jo, nuk është qëllimi i fjalës, është qëllimi rruga që shkar deri te unë edhe te ti, rruga. Filani pi filanit, pi babës vet, pi babës lek, ai pi stërgjyshit, çata burra që kanë prunë deri te na, çata informacion, a janë burra të vërtet, hakikat apo janë burra lojsa? Nëse janë lojsa, nuk i mirët hadithi. E kemi përmendë dhe po vazhdojmë me përmend, nëse kanë shku, e kanë pa një dietar i cili ka mashtruar devën e vet në këtë formë. Kurse pe ushqen ose ka bë dorën thot. Edhe rap me nzon, ulemaja i kanë vuajë ati. Deri në këtë drejtë në kënd kujdesshëm. E lema ata njerëzit të cilët kanë ecuar dhe s'kan kthyer prapa. Janë zgërdhime ata, kanë kesh me këta, ju kanë ulë atin tavolinë pa lidhje, kanë shku kanë një debat me këta pa lidhje, kanë shku kanë vesh tesha, të cilat nuk i kanë përngjall njerit tamam e kanë largu hadithin e tij se kanë marrë. Deri në këtë drejtë në kënd të kujdesshëm. Deri në këtë drejtë. Prandaj me një hadith i cili pra nuk është shumë është pak se diskutabil, mi shkaku i shtyne burrave që kanë transmetuar, thuhet aty që nata 27 është nata Kadrit. Por a mujmë me prej? Nuk mujmë me prej. Themi mundësia për më konë. E kemi edhe një argument tjetër, këta marrëni se ndoshta e ndëgjoni për herë të parë këtë dobi, ekskluziv veç për juve është, deri sot se kam thonë edhe nuk besoj që e ka thonë dikush tjetër, është edhe fjala, është një surë në Kur'an me emrin Suratul Qadr. Surja natës Kadrit, inna anzalnahu fi lejletil Qadr. E në arabisht, lejletul Qadr, nëse ja merr shkronjat, janë numran L, J, L, T-ja, elifi, lami, K-ja, K-a, K-ja ka një A vokal për mi, pasaj D-ja edhe R-ja në fund. Sa shkronja? Arabisht i ka 9 shkronja. Në qëtë surja Kadrit, fjala Lejletul Qadr, nata Kadrit i ka 9 shkronja, arabisht. Mos ma nxesh shqip, arabisht. Fjala nata Kadrit, mrena qësoj sure, si fjala përmend 3 herë. Shkronja i ka 9, dhe është përmend 3 herë. 9 3 bëjnë 27. Merë këtë informacion. Sigur se keni kërkon. Për herë të parë një. Dhe më thonë, ulemat nuk kanë thonë që gjithmonë është edhe sigurt vetëm natën 27. Por këto janë si argumente ndihmëse. Kur ta bën ti një tortë të mirë, tash ka dalë mirë, po ti dan hala me hieshu që aty një dredhze, një diçka që të përmi hala hieshën. E çka informacioni 9 herë 3 27, kjo ta forcon bindjen nata 27 më konë nata 4. Ama nuk do të thonë që
Mos ngul kam me thonë veç 27-ën edhe s'ka. Një prej dobive pse Allahu xhaleshanu e ka lënë natën e Kadrit të msheft. Është që ummeti Muhamedit alayhi salatu wasalam mos mu bë demela. Me na thonë neve, ti po don sa 83 vjet e ma shumë me pas sevape, edhe s'po da mu lodh një 10 dita, po duhesh veç një natë, ku ke pa ti? Lodhu pak, lodhu. Po unë po du veç një natë, aja s'ka veç një natë. Bile ja 10 net lodhu. Mrena qëtu në 10 netve, netët qift heki, bile tek një 5 net. Lodhu pak. Për me dhonë me kuptu, se na nuk kemi met që veç një natë. Në për gjamija dojna me flet në gjami. E net tjera, lodhu pak. Edukohu pak, me lyp pak, të mirat me lyp, jo veç hazër. Na, dhe me thonë, ka dashme në dhonë Zoti Gjelleshanu dobi me thonë, mos mu bani demela, veç një natë. Lëvezni lyp në natën e Kadrit, shfrytëzoni me ibadete. Lind një pyetje tjetër, nata e Kadrit, qysh thot dikush me nxon natën e Kadrit. Mos keq kuptoni me menu se çështu nxjihet nata e Kadrit, se ata që nxon peshë. Prap janë gjita, e unë që smujta me janë, jo, kështu nuk ka për qëllim. As nuk ka paçare më fal deri në sabah. Mund është të më koni lodhën me fjet një orë. Ti e ke shfrytzuar 80% natën e Kadrit. Unë e kam shfrytzuar 20%. Ti e ke sevapin 80%. Sa ke shfrytzuar? Unë e kam sevapin 20%. Ama secili ka sevap çat sa ka dhon mund. Nuk guxojmë me thonë na, ky s'o fal, natën e Kadrit veç taravin e ka fal, nuk ka fal den sabah, ky s'ka sevap. Ja, se Zoti Xheleshanu kërkuj, nuk ja hub mundin as edhe një 0.0.0.01% nuk ja hub kërkuj mundin Allahu Xheleshanu. Prandaj kjo është një prej aty në fshehësive dhe urtësive të natës Kadrit, inshallah taala do t'i përmendim edhe në netët në vazhdim. Sot jemi domethënë të 26 të natë. Së njerë vjen nata, masani vjen dita. Sot jemi nata 26, nesër është dita 26, pastaj vjen nata 27, nesër mbrëmje, pastaj dita 27. Shfrytëzoni se pi bjen që neve na kanë metë edhe 2 ditë në tek 27 dhe 29, me dhënë zërë dhe me shfrytëzu për ibadete. Allah na i pranoft adhurimet. Nesër ka në televizion Bes ka si emision në ora 10 direkt për natën e Kadrit, po ashtu edhe ka namaz natë në hoxh të qytetit. Inshallah jemi gjallë shnosh. Unë kam marrë ligjërat atje. Në kofsha mos kofsha, Zoti më i mund inshallah në çant. Selamun alejkum, alhamdulillah.